Një kampione olimpike zhduket pa lënë gjurmë gjatë një stërvitje rutinë në det të hapur. 4 vite me radhë bota besoi se ajo ishte mbytur, por babai i saj, Ivan Kerimov, nuk pranoi kur t'i jepte lamtumirën. Një ditë në thellësitë e oqeanit, ai gjeti diçka që nuk duhej të ishte aty. Një kamerë të mbuluar nga ndryshku dhe alga. Kur ja hapi pamjet, nuk gjeti thjesht kujtime, por një dëshmi rënqethëse që tregonte se vajza e tij nuk ishte mbytur, ajo ishte rrëmbyer. Çfarë fshihet pas kompanisë prestigjioze Aqua Horizon dhe kush është njeriu që e mbajti atë të burgosur nën ujë për 1460 ditë? Qëndroni me ne, sepse kërkimi i një babai sapo u kthye në një luftë për jetë a vdekje. Një sportiste e re olimpike është zhdukur gjatë një noti rutinë stërvitor. As një trup, as një gjurmë, as një shpjegim. Vetëm oqeani i heshtur dhe i pamëshirshëm. Të gjithë menduan se ajo ishte mbytur, por babai i saj, Ivan Kerimov, nuk e pranoi kurrë këtë. Ai vazhdoi kërkimet ditë pas dite, vit pas viti, derisa 4 vjet më vonë gjeti atë që ndryshoi gjithçka. Një kamerë të lidhur pas një bove të braktisur, shumë tej rrugës së zakonshme të vajzës së tij. Rrezet e diellit duke u thyer përmes trashësisë blu-vjollc të ujit, ndriçonin fundin shkëmbor. Ivani lëvizte përpara ngadalë, duke ndriçuar rrugën me një fener. Fluskat shpërthenin nga bombola, duke u ngjitur lart, i vetmi tingull në heshtjen nën ujore. Ai kontrollonte lumin, kërkonte nëpër alga dhe zhytej më thellë se kur më parë. Mbi të anija, si gardian, lëkundej në spirancë. Ai shikoi shumë për te kepit të zogjve, atje ku edhe ai zakonisht nuk lundronte. Diçka i thoshte se duhej të kërkonte këtu. Oksigjeni po mbaronte dhe ai ishte gati të kthej kur vuri re bovën e dytë. Jo atë me të cilën stërvitej vaza i tij. Ky ishte vjetër, e ndrishkur dhe me shufra të përthyera. Ivani notoi drejt saj, kapi kornizën metalike dhe vuri re një pajisje të ngjitur pas strukturës. U ngjit lart, hapi kutinë dhe kuptoi se ishte një kamerë GoPro, saktësisht e njëjta që ai i kishte dhuruar dikur vajzës së tij. Ai nuk mund ta besonte. Kamera mbijetoi 4 vjet më vonë. Bateria ishte e shkarkuar, por karta e memorjes dukej e paprekur. Ai e fsheu me kujdes në një çantë pa përshkrueshme nga uji dhe notoi drejt varkës, duke e mbajtur me vështirësi dridhjen e duarve. Shoku i tij, një ish partner zhytjeje, vuri re gjendjen e Ivanit. Sigur ke parë një fantazmë. Gjeta kamerën e saj, tha Ivani qetësisht. Ata u drejtuan menjëherë për në portë. Ivani ja dorëzoi kamerën policisë. Tekniku ligjor kontrolli kartën dhe fytyra e Madinës u shfaq në ekran. Ajo ishte gjallë, duke qeshur, duke rregulluar syzet. Papritur një djalë i panjohur shfaqet në kuadër. Ai e thret vetëm Timur. Nis një bisedë. Dhe më pas ata notojnë larg së bashku. Kamera vazhdon të filmoj ujin e zbrazët. Gjysmë ore më vonë, një vark me logon e kompanisë sporteve ujore Aqua Horizon kalon para kamerës. Ivani e njohu këtë logo. Ai kishte parë varka të tilla në portin lokal. Ivani ja tregoi regjistrimin detektivit, së bashku ata njohën logon dhe filluan një hetim. Aqua Horizon kishte sponsorizuar një sër ngjarjesh sportive dhe mbështeste aktivisht sportistët e ri. Por fytyrat në vark ngjallën dyshime. Ivani, ndërsa merrte pjesë në një aktivitet bamirësie për notarët, pas tendën e kompanisë, u afrua. Punëtorët u bën vigjilent sapo u përmend emri Timur, dhe kur pan fotografinë e varkës, sjellja e tyre ishte shumë nervoze. Pas pak minutash ata filluan të mblidhnin stentën dhe u larguan nga aktiviteti. Ivani ndoqi furgonin me të cilin u larguan. Thiri detektivin dhe raportoi vëzhgimin. Furgoni doli nga autostrada dhe u drejtua drejt një stacioni të braktisur të fshehur në një gjijë të izoluar. Ivani vëzhgonte nga vendi i tij i fshehtë, ndërsa burrat shkarkonin kutit dhe takonin njerëz të tjerë. Një vark u afrua dhe rojat armatosura zbritën prej saj. Zëri i një gruaje erdhi nga moli.
i friksuar, lutës, zëra, urdhëra dhe shpejt varka me motor u kthye sërish në det. Ai dëgjoi copa fjalish. Ata u mbajtën për 4 vjet. Nëse dikush tregon, do na mbarojnë të gjithëve. Duhet të ikim që këtej menjëherë. Ivani u ngriga tmerri. Që qitë kësaj kohe, Madina mund të kishte qenë në robëri. Ajo tërhoq qetësisht, thiri një detektiv dhe u drejtua për në stacionin kryesor, ku po prisnin anijet e rojes bregdetare dhe policia. Filluan një operacion detar. Sipas të dhënave të radarëve ajror dhe bregdetar, varka po lëvizte drejt ujqyve të larg. Ivani insistoi të merrej me vete. Ai i njohte të gjithë shpellët në ujore dhe rrymat në atë zonë. Ky ishte bota e tij. Vajza e tij është atje dhe ai duhet të shkojë. Anijet e kapën varkën pra një jahti të madh. Nga ajri raportuan se 3 nga grad po përgatitishin të zhytjen nga kuverta. Ivani kuptoi se ata do t'i fshihnin në ujë përmes një sistemi shpellësh. Ai pa ato duke veshur pajisjet. Madina mund të ishte mes tyre. Policia u përpoq të ndalonte varkën, por u përgjigjen me të shtëna. Ivani u fshe dhe më pas, kur askush nuk po shikonte, mori pajisjet e tij dhe u hodh në ujë. Pa bombol dhe me vetëm një regulator frymëmarrjeje, ai notoi drejt jahtit. Ai u hodh në kuvert, ku askush nuk po e priste. Në kuvert gjeti një mbajtëse fushnjash, por para se të mund të merrte armën, shuli i armës kërciti pas tij. Përballë tij qëndronte njëri, Timuri. Ai ishte i dehur, me një shishe në njëra dorë dhe një pistolet në tjetrën. Ivani e njoh menjëherë. "A jeni ju baba i saj?" pyeti ai. Ivani pohoi me kokë. "Ajo ishte e veçantë," tha Timuri, "por nuk vendosa unë. Është gjithçka faji babait tim." Një burr i tyt doli nga dera, një i moshuar me fytyrë të ftohtë. Ky ishte pronari i jahtit, i kompanisë, i gjithë skemës. Ai drejtoi armën nga Ivani. "Ke kërkuar shumë gjatë," tha ai, "tani thjesht do të zhdukesh." Por në atë sekond, Timuri qelloi babain e tij. Pothuajse në të njëjtën kohë, Ivani lëshoi një fushnjë, arma goditi Timurin në shpatull, i moshuari ra i vdekur. Timuri u rrezua aty pranë. Në kaos Ivani u plagos, një plumb i preku kofshën. Ai ra, gjaku mbuloi pantallonat e tij. Por ai përsëri u mblodh dhe duke çaluar arriti në pjesën e pasme të anijes dhe u hodh përsëri në ujë. Lufta vazhdoi në ujë. Zhytësit e policisë luftuan me rojet armatosura për të liruar gratë e prangosura. Mes tyre, Ivani vuri re Madinën, të dobësuar, të raskapitur, por të gjallë. Ajo po luftonte me burrin me të cilin ishte e lidhur me zinxhir. Ivani duke gjakosur notoi drejt tyre. Ai nuk kishte armë, por kishte përvojë. Ja rrëmbeu regulatorin e frymëmarrjes rojes. Burri luftoi duke lëshuar Madinën. Policia erdhi në kohë dhe i preu prangat. Ivani për shkak të humbjes së gjakut filloi të humpas vetëdijen. Gjëja e fundit që pa ishte fytyra e vajzës së tij. Ajo shikonte me tmerr dhe shpresë. Ai ia zgjati dorën asaj para se të gjithçka të nxihej. U zgjua në bordin e një anije të rojes bregdetare. Mjeku po ushtronte presion mbi plagën. "Ku është Madina?" rënkoi Ivani. Zëri që ai kishte pritur për 4 vjet u përgjigj pranë tij. "Babi, këtu jam." Ajo po i mbante dorën. Kur arritën në breg, mjekët i pritën dhe policia mori jahtin në mbrojtje. Timuri u arrestua. Ai nuk rezistoi. Dha një rrëfim duke shpjeguar se ishte thjesht një mjet në duart e babait të tij. Roli i tij ishte të gjente vajza të talentuara, t'i binte ato, t'i joshte në një kurth. Babai i tij, pronari i Aqua Horizon, i mbante Robert duke i bindur se po i përgatiste për gara botrore. Vajzat jetonin në territorin e vilës në siguri 24 orëshe. Disa u përpoqen të iknin, askush nuk i pa më kur. Madina mbijetoi, duke shpresuar se babai i saj po e kërkonte. Shpresonte që ai të mos dorëzohej, dhe ai nuk u dorëzua.
Madina tregoi gjithçka. Si e joshën, si e vunë në gjumë, si e mbajtën. Si Timuri u përpoq të ishte i sjellshëm, por ishte gjithmonë nën urdhrat e babait të tij. Ajo tregoi edhe për të tjerat, për vajzat që nuk u kthyen kurrë, për stërvitjet, për shantazhin dhe për frikën. Shërbimet federale morën përsipër çështjen. Zbulimet sapo kishin filluar. Kompania ishte thjesht një fasadë. Pastaj fshiheshin pazaret e pista, kontrabandë dhe trafikim njerëzor. Madina dhe 2 vajzat e tjera u bën dëshmitare kyçe, por gjëja më e rëndësishme është se ato ishin gjallë. Kaluan disa javë, një mbrëmje duke ndenjur në verandë. Madina ju drejtua babait të saj. A e dije se do të më gjeje? Nuk e dija se kur, por e dija që nuk do të ndalesha, u përgjigj Ivani. Ajo ja shtrëngoi dorën. Asun nuk u dorëzova. Kjo është vetëm arsye pse mbijetova. Përpara atyre shtriheshin muaj të gjatë rehabilitimi, seancash gjyqësore dhe kthimi në jetën normale. Por ata ishin bashkë, dhe asgjë tjetër nuk kishte rëndësi. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutemi na tregoni në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.